Topi I pari lojës I takon Argentinës. Japonia! 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 Argentina! Diaz merr topin në zotrim, përpiqet të dalë fitimtar duke shmangur Lenders dhe Deverekun. Diaz, ja ku më ke! Diaz, pa paso, jam tu! Japonia nuk ka për të tallur me mua. Harton po përpiqet të ndaloj Diazin. Janë në një dy luftim të hapur. Diaz arrin të shmang Harton, por Becker dhe Harton e arrin. Ups, kape! Goxha pasim! Bukre pasove! Prite! Zotëri, mos u shqetësoni për mollën, do ju a kthejmë. Ju të dy, ajo mollë është për të shitur, ma ktheni me njerë. Mos më zemëroni, ha? Ide! Ha, jepi, ma paso mua. Prite! Këta fëmijët e sotëm nuk din të ndalen. Luajnë mirë, kanë një zotrin të topit vërtet mbreslënës. Po, sigurisht, Pascali dhe Diazi jetojnë të fëmijët e braktisur, janë shumë të gjallë, ndonjëherë të bezishëm, por luajnë shumë mirë me top. Një ditë do bëhen futbollistë të mëdhenj, jam më se I sigurt. Askush në këtë zonë nuk luan më mirë se ata. Shiko pak sa bukë, shiko këtu, shiko! Ma kalu mollën. Të lutem, ma paso mua mollën tani. Ja lëvizim që këte. Jepi! Pa! Të lutem. Ha, kape në Prite pritorim. pak shtu. Dhe gol! Diaz shënon kundër Japonisë. Kampioni Argentinës Diaz po bën një lojë të shkëlqyer së bashku me mikun e tij Pascal Herrerën. Duke parë rezultatin, Japonisë do t'i duhet të mposhtë Argentinën që të arrijë në fazën finale. Duhet ta pranojmë se Herrera dhe Diaz I formojnë një dyshe të shkëlqyer. Çfarë po thua kështu ti? Mjaft mbështetë kundërshtarët tanë, më dëgjon? Më dëgjoj mirë Diaz, duhet të tregosh kujdes me lojtarin numër 10 të Japonisë, Oliver Harton. Ha? Çfarë? Ju that Oliver Harton? Zotri, unë jam shumë I shpejt në fushën e lojës dhe jam I aftë të bëj gjithçka me topin në përkëmbë. Dhe të them drejtën nuk ka për të qenë e vështirë. Mos e më vlerëso, juajtja e tij ka fuqinë e erës. Harton mund të jetë vërtet shumë I rrezikshëm. E ka stërvitur një miku im I vjetër, Roberto Cedinho. Si that? Ju po flisni për Roberto Cedinho, idhullin e futbollit brazilian?
Më kanë thënë që Oliver Harton është bërë një kampion i vërtet. Ti duhet të bësh shumë kujdes me të. Kampion, ha? Kampioni i vetëm jam unë, dhe këtë doja t'rregoj në fush. Mos e mbani topin ka gjatë në zotrim. Ai ishte një pasim i shkurtër. Diaz përparon me shpejtësi. Diaz arrin hererën. Porta tani është afër. Tani është radha jonë. Po! Dhe gol! Argentina ka siguruar një avantazh prej 2 pikësh. Portieri Warner dështoi sërish, nuk arriti ta kap dot topin. Të falenderoj shumë, këta herë bëre një pasim të mrekullueshëm dhe unë pikërisht këtë doja. As mos e mendo të tallesh me mua. Po, më duhet ta pranoj që po dominojnë ndeshjen. Duhet të ndryshoj mënyrën time për të përballuar kundërshtarin. Kush do të më vi përpara? Diaz apo Herrera? Japonia nuk mund t'ja lejoj vetes një gol tjetër. Të shohim nëse çifti i Harton Becker do të mund të kthejë rezultatin. Roberto, tani kampioni yt Harton dhe Diaz i im po luajnë kundër njëri tjetrit. Ej, mos u mundo shumë. Rriqje. Diaz arriti t'ja marrë topin Beckerit. Po afrohet Diaz, përpiquni ta ndaloni Diema. Vetëm kaq mund të bëjë Japonia. Prite këtë! Diaz gjuan nga mesi i fushës, është një gjuajtje vërtet e fuqishme dhe bën gol! Goli 3 për të. Diaz mund të quhet mbreti i turneut. Martë mira, ishte një goditje pabesueshme, ajo mori shumë efekt. Këtë gjuajtje ai nuk e përdori kundër Italisë. Kështu po përpiqen t'i tregojnë të gjithëve talentin e tyre para fazës finale, a? Gjuajtja e Diaz ishte vërtet e përkryer. Një gjuajtje të tillë mund ta bëjë vetëm një kampion si ai. Këta japonezët nuk din të luajnë fare futboll. Duken me të vërtetë qesharak. Ne do të vazhdojmë të sulmojmë dhe unë do të kem kënaqësinë të shënoj shumë gola. Po qesh? Oli! U kemi dhuruar 3 gola. Mendoj se erdhi koha të luajmë seriozisht. Si thoni? Po më fal, Oli! Çfarë tha ai? Ata na kanë dhuruar 3 gola. Tani Japonia po përpiqet të reagojë. Jepini, tani do t'ju tregojmë që jemi shumë më të mirë se sa ju. Djemtë e mi janë në vështirësi dhe e di shumë mirë arsyeën. Nuk janë poshtur kurrë në vendin e tyre. Nuk ka rëndësi se sa i fortë është kundërshtari. Oli do ta mund, ashtu siç të munda unë ty vite më parë. Po, më desh të rifilloja nga e para. I dashur Barbas, ndeshja kundër Japonisë nuk ka për të qenë as pak e lehtë. Provo të më kalosh! Ja doli do shmang Diaz. Cardoni, Galbas, po gjuan drejt portës! Harton po bën gati gjuajtjen e tij të përsosur, por me sa duket ndryshoi mendim. Ky është momenti. Oli më pasoi topin sepse ka besim tek unë dhe unë do të shënoj. Dhe gol! Të lumt, pasimi bukur, shkëlqyeshëm. Gjuajtje shumë e bukur, Mark. Të lumt. Oliver Harton e kuptoi që nuk mund ta kalonte mbrojtjen argentinase dhe vendosi të pasojë tek Lenders. Po, ura, të lumt! Ju jeni më të mirët. Në fund shënuam. Super dyshja e artë po bën ç'të mundet për të ndryshuar rezultatin. Ta marrë mira, nuk kisha dëgjuar asnjëherë për atë lojtar të Japonisë. Oli pati frikë të përballej me mua. Ai më shmangu. Kjo nuk na duhet për s'ka problem. Unë do të shënoj shumë gola të tjerë.
Diaz ka topin në zotrim, arrin të depërtoj përmes Lendersit dhe Devererit. Diaz, nuk e këtu! Diaz, ja ku jam, këtu! Japonia nuk ka për të tallur me mua. Harton po përpiqet të ndal Diazin, janë njëri kundër tjetrit. Diaz i shmanget Hartonit, tani Becker dhe Harton po përpiqen ta ndalojnë. Janë shumë afër njëri tjetrit. Harton rëmben topin dhe ja pason Beckerit. Diaz i lejoj t'i merrnin topin. Nuk bëhet fjalë fare. Me sa duket, Diaz po nervozohet shumë. Ashtu si Argentina dhe Japonia ka dyshin e saj Harton Becker. Jepi gjuaj! Diaz e ka të vështirë të mbrohet nga Japonia. Shtu djema ju lumt, vazhdoni të sulmoni. Pjesës së parë po i vjen fundi. Japonia kërkon të shënoj, por nuk po gjen mundësinë të sulmoj. Oli dhe Tomi nuk po arrin të lirohen. Po, e dikte, por do t'i ndihmojmë ne. Forca, lëvizni tani. Jepi Oli! Hey, Oli, ne jemi këtej, na e kalo tani topin! Vëllezrit Derek dhe Clifford. Në rregull, topi është juaj. Po, gati Clifford. Po! Çfarë janë duke bërë kështu? Provo të kapësh gjuajtjen e binjakëve. Dhe gol! Japonia shënon golin e dytë. James, Jason, mos. Vëllezrit Derek u përplasën në traversën e portës. Tani po largohen me barel nga fusha e lojës. Japonia humbi 2 lojtar me një gjuajtje të vetme. Tani na duhet të shënojmë edhe një gol. Kemi ende shpresë. Ne nuk duhet të shqetësohemi se jemi më të mirë. Po ju përsëris. Mos e nënvlerësoni Japoninë. Mos ja lini gjithçka Diazit. Lojë kolektive mbi të gjitha. Po, trajner! Mos u shqetësoni zotri, ishte një çast dobësie. Nuk do t'i lejoj që të shënojmë përsëri. Rrini i qetë. Gjithsesi duhet të bëni kujdes. Mos harroni që ne përfaqësojmë Argjentinën. Mos u shqetësoni djema. Unë do të kujdesem personalisht për Japoninë. Dhe tani shkojmë fushë dhe tarktohemi. Unë do ta ndaloj atë djalë. Nuk ka për të parë top me sy. Nuk mund ta lejoj Japoninë të fitoj. Unë jam kampioni i vetëm këtu. Ata nuk kanë historinë tonë. Diaz, mos u nervozo. Kjo është pikërisht ajo që ata duan. Pasoje topin Diaz, mos e bëj gjithçka vetë. Më volli topin për herë dytë. Do ta paguajnë këtë. Përse Diaz është kaq nervoz? Duhet luaj më shumë me Herrerën dhe Castilla. Diaz po përpiqet t'i marrë topin Kalaganit dhe nuk e ka as pak të vështirë. Diaz, unë nuk jam një kampion si ty, por sidoqoftë jam një lojtar i kombëtare së Japonisë. Çepe gojen. Nuk ke për të arritur kur të më marrësh topin. Jepi Oli! Jo Harton! Jepi Mark, është e jotja. Po e kap! Do t'ja dal vall Lenders, ka lënë pas t'i 2 mbrojtës. Dhe ja ku po vjen me gjuajtjen e tij të tigrit. Dhe gol, Lenders vendos barazimin. Japonia po ndryshon tashmë rezultatin. Po, më në fund barazuam. O, je më i miri, Oli. Më në fund hymë në lojën tonë, Oli. Ke të drejtë. Duhet të them se ishe me të vërtet i zoti, urime. Ka të drejtë, lojë është shkëlqyer, Filip. Bëra vetëm detyrën time. Duhet të gjej një mënyrë për t'i mposhtur. Një lëvizje taktike që t'i zërë në befasi. Po, e gjeta. Ross? Po, trajner. Betën dhe 5 minuta loj. Them se na mjafton për të kthyer rezultatin. Po, por na duhet që të bëjmë një lojë më të hashpër djema. Giulia!
Oh, tani Japonia fut në lojë Ross në vend të Everett. Julian Ross është mbreti i fushës, një nga lojtarët më të mirë të gjithë këtij turneu. Jepi Julian. Jepi Julian. Koha po përfundon, forca, shkojmë. Në rregull Julian. Djema duhet të shënojmë patjetër. Po! Lëvizje e bukur. Ky ishte momenti i dur për të futur Julianin në lojë. Po? Ross është në fushë tashmë. Tregoju se kush je tani, Julian. Japonia i beson Rossit topin. Diaz po përpiqet të mbuloj Harton. Nuk kam për të lejuar të prek top. Diaz, mos mendo vetëm për Oliver Harton. Lufta ime është kundër ti. Diaz, tu! Po çfarë po bën kështu? Herrera po shmang mbrojtjen japoneze. Rossi po niset drejt tij. Nuk e për të dalur. Rossi i vjedh topin. Fluturon si një flutur. Vrapon si një ujk. Kjo është eleganca dhe stili i lojës së princit të fushës, Julian Ross. Japonia ka shumë lojtarë të një cilësie si Julian Ross. Sikur Juliet mos kishte një zemër kristalt, do të ishte për lojtari më i mirë i Japonisë. I gjithë botës madje. Tani është afër portës. Julian, këtu! Gjuan drejt portës, jo, pason! Ky ishte një pasim i bukur, Julian! Goditja në fluturim me Harton! Nuk kam për ta lejuar! Çfarë? Julian, do të shënoj për trajnerin, për ekipin dhe për veten time! Dhe shënon gol! Një gol nga zemër kristali Ross! Tani e kthyem rezultatin! Ta sulmojmë! Diaz, të thash, nuk duhet të mendosh vetëm për Hartonin. Po të kujtoj dhe një herë që po luajnë një ndeshje futbolli. Kjo nuk është një sfidë personale, a e kupton? Por Pascal, dëgjoj. Po ashtu po të kujtoj dhe që po luajnë të gjithë së bashku për të fituar. Më korrigjo nëse po flas gabim, ë? Diaz, mbreti i Argentinës, po njihet me rivalin e tij të vërtet. Tani duhet reagoj. Harton po përdor të gjithë talentin kundra tij. Diaz duhet të ketë vetbesim. Ai është kampioni im. Unë e kam zbuluar. Nuk arritëm të shënojmë për fajin tim, por trajneri nuk më zëvendëson. Ai ka besim tek unë. Më konsideron si një kampion të vërtet. Dhe Pascali po më krijon mundësitë më të mira për të luajtur. Ai është një mik i vërtet. E di që mund të mbështetem tek ai. Ej, Pascal. Po? Numri 10 i Japonisë, Oliver Harton, është një kampion i vërtet. Përveç të tjerash, ai ja del shumë mirë në momentet më të vështira. Nuk është kështu? Ashtu është, i kemi dhuruar disa gole avantazh gjatë kampioni. A e kupton se ku e kam fjalën apo jo? Çfarë? Po. Dhe tani ti mundim, Pascal. Patjetër që po, kemi për të fituar ne. Ky gol ishte një goditje e rëndë për Argentinën. Nëse vazhdojnë kështu, finalja është e sigurt. Vetëm 2 minuta lojë kanë mbetur nga përfundimi i ndeshjes. Jepini djema, shkojmë! Diaz i merr topin, nuk driblon, por ja pason shokut të tij. I takon Herreros tani. Më duket sikur po kthehen prapa në kohë. Po! Hey! Ei, të lutem, ma paso mua mollë tani. Kape në fluturim! Pak sa buke, shiko këtu, shiko! E, lëvizim që këti. Kape në fluturim! Të lutem! Bëni kujdes djema, tregoni vëmendje. Jepi shëno tani Diaz. Parabole shkëlqyer. Koha po përfundon. Ky është rasti i fundit për të shënuar. Nuk duhet i lëm që të shënojnë djema.
Akoma jo! Akoma jo! Do të fitoj për skuadrën, do fitoj për Argentinën. Nuk do të lëmë të shënosh. Jepi, ta bllokojmë. Lërini të kaloj, jam i sigurt që do ta pres gjuajtjen. Unë dhe skuadra ime kemi për të fituar. Ja dhe fërshëllima e fundit. Fiton Japonia, ja dolën. Me këta hap shkojnë në fazën finale. Ti je më i miri nga të gjithë, Oli. Po, çfarë ndeshje e bukur. Kurajo, Diaz. Ha? Lojtarët e Japonisë më befasuan me të vërtet. Më duhet ta pranoj që i kisha nënvlerësuar pak. Është e vërtet edhe unë. Pyes veten nëse do të kem sërish rastin të luaj kundër tyre. Jepi, çohu. Ha? Herën tjetër ne kemi për t'i mundur pa tjetër ata mik. Vë bast për këtë, Pascal. Diaz, Herrera, do takohemi sërish një ditë.